Dita e alfabetit vjen me një aktivitet artistik nga Këshilli Rinor Pogradec në bashkëpunim me Bibliotekën e qytetit, të cilët shfaqen dramatizimin poetik Detyrat e shtëpisë në kuadër të ciklit të aktiviteteve Java e Arsimit, organizuar nga Qendresa Qytetare për të tretin vit radhazi. Shfaqja teatrale Detyrat e shtëpisë përmbante nota komedie e drame, duke përcjell tek publiku emocionet e një gjinie të veçantë artistike, atë të diskutimit surreal ndërmjet vetnzënësve dhe korifejve të letrave shqipe, Kuteli e Poradeci, me synim ndërgjegjësimin e të rinjve për të portretizuar leximin dhe mësimin. Një moment i ndjer ishte përkujtimi i mësueses së letërsisë Anila Bazelli, e cila ndërroi jetë në vitin 2021. Të pranishëm në aktivitet ishin të rinj nga Qendresa Qytetare, Këshilli Rinor Pogradec, mësues letërsie, por nuk munguan edhe përfaqësues të Drejtorisë së Rinisë, Qendrës Kulturore të Fëmijëve e Qendrës Multifunksionale Pogradec. Ju falenderoj që bëheni pjesë e zhvillimit artistik dhe letrar të rinjve në qytetin tonë, që të mbjellin të ata dëshirën për fjalën shqipe, edhe faleminderit që na lejua ta realizojmë. Ne bëjmë dhe nëpërmjet këtij aktiviteti homazh për mësuesen e ndjer Anila Bazelli, mësuese letërsie që na kanë lënë në vitin 2021 nga një sëmundje, po që donte edhe ajo shumë Lazgushi, në foto siç e shikoni me librin e Lazgushit.